të nxjerr lekët që më duheshin për të shkuar në Greqi dhe vizën dhe babani i shokut tim që ishte grek nga Korfuzi, Savas Nikopolas, kemi ikur të dy me një autobus nga Banga e Vjetër te Uregjanisës. Kemi hipur autobusit Shkodra dhe jemi nisur për në drejtim të Kakavis. Një ditë fjollë dëbore, unë kishe mbaj mend si tani një kapardin bezh, ndonë që i veshur, edhe një çantë, edhe një çantë, kisha dhe rroba të tjera brenda, por me të mbërritur në Kakavi, oficeri që ishte atje tek sot është Ura dhe Lumi, aty kam parë që të gjitha ata dropullitët që kërkonin të kalonin kufirin, kam parë skenat të tashme. Jo, i çponin me bajonet, ushtarë tanë. Largohuni që këtu. Kam parë vetë. Më tha, po, qa je, jam me vizi, thash. Edhe këtë tjetër, na mori të dyve, na vuri vullë në atje dhe tha, rrugë të mbarë, tha. Të pa për vizën, për shëmur. Dalim atan, aty bëra një dalim, sepse sa u futëm tek teritorit grek, pash një autobus dhe shkova për të na vënë vullën i pari ai greku nga Korfuzi, babait të shokut tim dhe i dyti unë. Dhe sa vëm këmën për të hipur në autobus, parfumi në qa hundën. Një autobus Benz, i bogur, shkuam në Janin, nga Janina undrua autobusi, morëm autobus tjetër në Igomenic morëm tragetin dhe shkuam në Korfuz. Ishte një udhëtim që unë s'kisha vajtë për turist, faktikisht s'ka vajtë për të punuar, po ishim detyruar se ashtu ishte itinerari që do të shkonim njëra atje, të lija këtë plakun dhe pasaj të shkoja për në Pire. Se të njerëzit e këtij do shkoja. Shkova në Pire, më pritja i çuni i dajos këtij miku tim, dhe qatë dite më mbajtën në shtëpi e tyre, për 26 ditë unë kam fjetur në katin e 9, se pallati ishte me 11 kate, te ky çuni i dajos këtij Sava Nikopolis, dhe aty pasaja fillova punën dhe i thash që unë nuk kam marrë për turizm, kam marrë për punë. Po, tha, për punë, po. Aty pasaj fillova që puna e parë ka qenë që unë duhet të lyeja, ishin 16 kangjella me nga 15 metra të gjata, duheshin bërë me letës merile njëherë, që të ishe shkorjet me full shteli, një nga një, rreth 20 ditë ato, po që në darge, ditën e 2 dhe 3, unë dhe në gjumë ja bëja duarve se punoja me të dyja duart. Ishte një punë shumë e vështirë, stresante, gjuhën nuk e dija mirë, por ja mora dorën për të fjetur flija i vetëm ditën e 26, se kisha frikë se po mbaronte viza, dhe nuk doja që të gjendesha në shtëpi atje, sa që të thoshin që... Sa ishte viza, 1 mujore? Viza 1 mujore. Megjithatë, ishte motra e këtyre pronarja, mbas mbarimit të këtyre kangjellave, më la të flija aty, të kjo ndërtesa e re që po bëj për fabrikën e dusheve të firmës Caldo, dhe fillova të mësoj për të lyer llamarinat që bëhet mbulesa e dushit, ose pjesa e jashtme e dushit, me bojë zmaldo të bardhë. Duheshin bërë 100 copë. Ti hiqe, ti merje, ti lyeje, ti çoje prap në varse, do t'i fusje në furr, do t'i bëje 100 copë. I bëja sepse mosha ime në atë kohë ishte vetëm 26 vjeçare, sa po kisha hyrë 25 e gjysmë, dhe nuk e kisha problem punën. Isha argasur me punën, por atje pash një kulturë tjetër pune, dhe më thanë që do punosh me 3.000 dramir në ditë, para është dakord, se bëja llogaritë mia. Me 3.
Po kisha dhe strehen, se ku do flia, se mund t'jep të pesaj, po thështë shkon rrugë. Atëre kisha dhomën time, ja dhomën e kisha kaq. Se këto janë për masat e dhomës time të parti. Unë kisha një krevat, që e ngrija krevatin, portativ, dhe ulejej. Aty kisha, këtu kisha dollapin, poshtë mbaja bukën të gjitha ato, edhe një fornell këtu, në korrent që bëja gatimin, që gatuar vetë. Ndonjëherë dhe pa ngrenë bia, nga lodhja. Më vonë, pasi bëra një 3 muaj, një ditë vjen një burr që e quaj Soti Livaditi, dhe duheshin ngarkuar 6 dushe. Mi po mua më kështë hipur një siklet, sepse nuk shikoja në lajme që në Shqipëri po vriten për bukë. Që këshin hipur një i tjetër. Po 93-shi? Po. Jo, 91-shi. Po, që tha ju bufit asë. 91-shi, ka qenë prill 91-shi. Kam qenë viti parë. Dhe... Në rrath buke atje. Lek kisha, po me se do t'i dërgoja për në Shqipëri. Lek kisha, dhërëmi. Po me ketë, ore me ketë i dërgoja, dhe buk kisha t'i dërgoja. Një maune plot me buk. Po nuk kisha njëri që të bënde këtë. Dhe ai erdhi, ajo më foli greqisht, ajo Dina, dhe më tha, Spiro, tha, ngarkoj, tha, 4 thermosifona, dushe që i thonë edhe. Këti zotris, mi po unë për drejti, nga që kisha humbur atë të ruan, e marrë të kutin e pashe ishin me kuti kartoni, edhe për plasë. Dhe ai thot, qa është ky, thot, se për i përplas, thot. Se për i përplas ky këto, thot. E shqiptar, tha jo, tha, ka një 3 dita që po e shumë, tha, i mërzitur, tha. Shqiptar, tha, edhe, shqiptar. E që kere djallë, tha, vjen afër me, arvanit, e që kere djallë që i revin këto kështu. E për shu dhe thash. Po qa... Nga doli kë? Jam edhe shqiptar jam, tha. Në më dorën, tha. Si e ke emrin? Piro, i thash. Ajo thot Spiro, tha. Po mirë, Spiro, ajo. E njëta gjë është, i thash, jo, e njëta gjë është. Por, i thash, po më bënë i blok që mua, vetëm për të më zbuluar që jam shqiptar dhe hajde. Hajde që me mua dhe Albania. Po, nuk ndodhi ashtu, doli krejt e kundërta, ai më tha që je i kënaqur? Jo shumë, i thash, nuk marr atë që duhet, i thash, po të leon kartë vizitën time atje, tha, ku të lej duarta, edhe tha nesër, tha, e tutje, tha, të vishëm, tha mua, tha, tek dyqani im që kam në Nea Ionia. Ishte rreth një 5 kilometra larg, edhe jo, në Athinë, gjithmonë për në Athinë tani. Edhe nga Metamorfosi në Nea Ionia ishin 5 kilometra. As 1 kilometër më shumë. 5 e gjysmë. Nuk më durua, derisa u godit dita e nesme, pasi mbarova punën në orën 4, nisem direkt, marr një taksi dhe i them te kjo adresë. Shko, më la, atje ishte motre këtia, po dhe ajo dinte shqipen shumë mirë. Zëi e quanin, Zëi Livaditi. I thash, unë jam Spiro që kam folur me vllain Sotirin, i thash, greqisht. Dhe po pse greqisht, shqip, tha, foli, tha. Thash, nuk e dija unë. Edhe që nga i moment pasaja mu hap një faqe re. Për arsye sepse ata kishin një dyqan me hidrosanitare, me plaka, me rubineta, me dushe, me këto. Dhe mbas një 20 ditësh më quan të mësoj pështrimin e plakave, me një 2 arvanitas të tjerë që ishin 100 metra që nga dyqani këtia dhe merrin punë të mëdhaja dhe të mira. Kështu filluam të njihem me 2 vëllezërit Margjeta, Adoni dhe Dimitri Margjeta, 2 vëllezër që edhe ata e flistin arvanishën shqipen, domethënë, e flistin mirë, kuptoheshim shumë mirë.
më morën në shtëpinë e tyre, ku po fle, i thash atje po fle, do ikësh atje, tha, ne do t'japim shtëpi, tha. Më dhanë shtëpinë, më dhanë atë dhe ditën e parë më bën vetëm një pyetje që sa drami do. I thash, po ju e dini, i thash, unë tani po të them shumë, ju do thoni ik, po të them pak. Ishte në... Edhe i thash, Po. do t'japim 13.000 drami. Unë shqeva sytë, se thash, nga 3, ma është 13, është ndryshim shumë i madh. Po mirë tash këto rrogët sa ishin atje, mesatarja, që ishin gjithë ndryshim. Të këtij profesioni, Po në këtë punë. në këtë punë, 13.000 drami ishte normale. Një ndihmës fillestar. Po. Kurse më vonë, Ajo merja 20-25. Ajo po ishte fabrika atje, ky ishte ndryshimi. Atje ishte punë fabrike. Ishe për ditë e punës, po themi. Atje ishte 7.000 drami. Po. Po unë s'kisha profesion në atë kohë. Nuk e një fjekë zë, atë e bëjën. Po, ky sistemi kapitalist. Unë aty, për herë të parë, njofa dhe preka kapitalizmin, shfrytëzimin e njeriut nga njeriu. Se qatë kishtë ajo vlla, motër, kushuri, ajo s'donte të dinte se ishe kushuri që bëj punën, ka që ke paran, po deshe, po s'deshe, dilte rruga dhe ikë. Po mirë, para se të vazhdojmë te vëllezërit gjeta. Po, Margjeta. Margjeta, që janë arvanitasi. Pyes prapë për mendimin tënd. Si kanë vazhduar shqiptarët në Greqi? Sa shqiptar ka Greqia? Të vjetra apo të rinj? Po, këtyre që themi në arvanitës, po shqiptarë ata, po Albani, Kos, arvanitës... Unë do të them një diçka tjetër, që atje jam habitur. Se ata thonë që është Greqi. Por unë atje kam njohur... Zyrtarisht Greqi është? Janë zyrtarisht, po. De jure, po. Kam njohur, do më thënë, gjatë kësaj kohe, që unë njojta me zotin Livaditi, jam njojtur dhe me një burr tjetër, që me mustaqe dhe ai, dhe më pyeti, ke punë sot? Mi po unë dilja dhe mbas diteve për të punuar, mbas punës. I thash, jo s'kam, i thash, do punë, dua, i thash, kam tha për të prashitur lulet. Vajme me shikojmë. Vajte me pam, dhe i thash, bën kaq, po më tha mua. Pa hajde të vemi, thot, për sot, hajde të jap, tha, një... Se ishe kështu, mbas orës 4:30 ishte. Që mbaruar ditë. Mbaruar ditë e punës. Unë sa dola biles në punë. Tha mua, tha, në ngrënie e pirje sipër, mua tha, dëgjoj, tha, nga që vendi Shqipërisë jeti, tha? I thash, unë nga Fieri, thash. Në zori një hartë kaq, me ngjyra, me grama greke, ja këtu, i thash unë. Jug perëndimi i Shqipërisë. Po pse më pyet, i thash? Jo, tha, kujtova se mos je, tha, këtej, tha, nga kolonja, tha. Pse, i thash? Ati i ranë 2 pikalot këtu. Mi po, Shqipen, ose nuk donte ta fliste, ose kishte diçka. Unë aty kuptova që ka në një ngjarje që kundërshton të komunikojë në gjuhën shqipe. Më tha mua, tha, gjyshja ime, tha, është motra e Jani Varetës. Ç'është Jani Varetë për ty, tha? Ndër mësues të parë të gjuhës shqipe, thash. Me lësun kam një broshurë në shtëpi, që quhet Jeta dhe vepra e Jani Varetës. E kem, tha mua, e kam, i thash, 100%, jo 1000%, i thash, jo 100%. Sa para do për atë? Jo, nuk ta me para, i thash. Ndërsa tani del që dhe ti ke gjak shqiptari si dhe unë, i thash, nëse ti aprovon, nëse ti sa aprovon, i thash. Unë prandaj kam emrin e tij, tha. Dhe në shtator të 91-shit më ka detyruar. Do vemi në Shqipëri, do vemi të shtëpia jote, të marrësh atë librin, sa lek të duan, sa të gjitha gjërat i kam unë. Dhe kur ikëm,
më ka dhuruar 4 kuti 80 me 80 me këpucë, me rrobë, çfarë pjesëtar familje është këtë. Nuk është si që sot që ka këpucë dhe rroba plot atë. Jo, është shumë shtrenjtë. Ai harxhoi 320.000 dirhami për të gjitha ato akull të reja. Ishte varfëria. Në Shqipëri në atë kohë dukeshin luks, kurse atje ai bleu. Ky kishte një dyqan me lule, mori atë agrotikon e tij Mazda dhe kemi mbritur në Kakavi. 22 shtator 1991. Erdhëm i prum, unë ja dorëzova të librin dhe ai është ulur në gjunjë dhe ka puthur tokën shqiptare. I thashun, Jani, çka ke? Unë po të tregoj edhe këtë fotografi, tha. Ai kishte qenë arbitër dhe kishte arbitruar një ndeshje të shtatmendorit. Me mbiemrin Manola. Jani Manola. Kishte një djalin e kushëririt parë të tij, Stelio Manola, që ishte emblema e klubit Ajekut të Athinës. Stelio Manola. Dhe kombëtares greke. Por ai ishte një njeri që çdo të diel do vinte te shtëpia dhe me gjithë vëllezërit e tij Apostolin dhe Andonin do binin verë, do më merrnin mua, sepse ndodhi një habje madhe që në 92-shin shtëpia ime ishte populluar me kushërinë të parë, me vëllezërit e mi, me kushërinë të parë, edhe u bëm rreth 6 dhe fugoni kishte 2 fugona, një kamioçin me mushama dhe një tjetër të mbuluar Mazda. Dhe na merrte, na jepte drek çdo të diel drek në marathon, në Kaleci. Mi po dhe atje Arvanice. Po të gjitha këto fshatra tu, dhe ku shkuam në Spata, Arvanice. Dhe ku shkuam në Gjurka, Arvanice. Dhe ku shkuam në Koropi, Arvanice. Dhe në Menidi, Arvanice.